Para një vjetë i kom bërë në sytë operacion. Që me nëzohë dhe peshë, Për një me? Ja, më vinë 20-30 metra me pa. Ma mirë me nëzohë peshë se me nëzohë femna, se jena plakë. Kur është tjera fundit që i ki kontrolu të sytë? Unë e shumë ma mirë se ti. Për një me, jo, mësë më gotë si mu ka sytë, së në me syza. Para një vjetë i kom bërë në sytë operacion. Okej, për shka? Kataraktën e kom bërë. Okej, ani, tek Spitali Italian i sytë, apo? 100% i shumë mirë. Okej. Që me nëzohë dhe peshë, Për një me? Ja, më vinë 20-30 metra me pa. Shka ju pëlqen me nëzonë pershi, bre? Shka ju pëlqen me nëzonë pershi? Ma mirë me nëzohë peshë se me nëzohë femna, se jena plakë. Unë, në shka dhe isha një dit me bo, dhe isha me dalë me grep peshkit në shesh. A në shesh? A dhe të më një tërvis të gjojë. E faleminderit shumë. Jo, diçka për hapjen, na jurim të veçantë. Po marrë një urim, duhet se këta, atër, ku ta këshyën intervistën, thujnë, drejtoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit që si jeni. Mirë, na gëzushëm, po ma shumë se jo si na gëzushëm. Edhe na juroj vajzës edhe dhondrit hapjen e spitalit, edhe ju dëshiroj suksese çdo ditë ma tepër. Kuro hera fundit e jotja që ki kontrolu sytë? Unë i kom sytë mirë. Okej, po duhet me bo një kontrol gjithmonë. Faleminderit shumë. Duhet të i kontrolloj kësmet. Përshëndetje, mirë se ardhët. Mirë si ju gjetëm. Fillimisht infermierja e Spitalit Italian Syrit. Po, infermiera në Spitalin Italian të Syrit 2. 2, i konë edhe në të parën për mdokët, a? Po. Çka për na ofron Spitali Italian i Syrit edhe me çfarë emocione e pret pacientin e parë nashta në këtë spitalin e ri të Syrit Italian? Është një ndjenjë shumë e mirë që jemi afër pacientave, duke shërbyer edhe me një spital të ri, thjesht nuk është një ndërtesë e re, është një shpresë e re të gjithë pacientat, edhe i mirëpresim me shumë dashuri, profesionalizëm, shpresojmë që të kalojmë sa më mirë. E kreve këto pjesën e mirë, ta bëj pyetje a ki dërim me shqiptar? A presin rënd shqiptar? Po, patjetër presin. A ka kafe pa parë kush vjen në Spital Italian Synit me prit në rënd? Patjetër, ka pasur gjithmonë dhe do të ketë gjithmonë. Faleminderit shumë. Kam na tregu mas anaj se çka kemi në kat dytë, po vazhdojna pak me këshir ushqimet. Atë të këshirim pak ushqimet këshire para hapjes. I kena kështu, ushqimet e bukura. Po s'po haj pari nëse thojnë kë ka ardhunt. Përshëndetje. Ma, pse po ik Safi? Se po ik se nuk janë guxeshme civile. Stafi dhëtë me konë shumë të mirë, unë jëmë klient. Me klienta janë shumë të mirë, po kur vjen kamera, detyrimisht emocionet. Mos keni najsan kundër meje? Okej. Dy fjallë për hapjen e Spitalit Italian Syrit. Qatë them, një projekt ose s'po di qatë them me vite, do më thonë është një dëshirë që gjithmonë e kemi pas realitet, me realizu.